Interesi për programet që ofron Fakulteti i Shkencave të Natyrës është rritur këtë vit, kjo dhe si pasojë e riorganizimit të një pjese të tyre. Dekani i këtij fakulteti, Eglantina Kalluçi, sqaron se në total janë rezervuar mbi 50% të kuotave. Kemi dy grupime që janë shumë të kërkuara. Grupimi i parë janë shkencat teknologjia e informacionit, ndërkohë që kemi dhe programet ndërdisiplinare në shkencat e natyrës. Për shkak të riorganizimit të programeve të fizikës dhe kimisë në fizikë kompjuterike dhe kimi farmaceutike, konfirmohet dhe një rritje kërkesave nga të rinjt në këto deg. Po programet nuk mund të ndryshohen, reformohen brenda një viti. Ne këtë gjë, siç e theksova, kemi filluar që vitin e shkuar. Këtë vit riorganizuam 3 programe studimi bachelor, pikërisht fokusi ishte përshtatja e programeve të studimit me tregun e punës, ajo që është shumë e rëndësishme, ndërkombëtarizimi, dhe kjo është arsyeja pse i kemi mundësuar këto programe edhe në gjuhën angleze. Interes të lartë kanë patur dhe 3 programet e riorganizuara për këtë vit: Data Science dhe Inxhinieri Informatike, Inxhinieri Kimike dhe Shkenca Natyrore Midisore, ku studentët përfitojnë 2 diploma. Kemi patur një rritje dukshëm mbi 70% më shumë aplikime në të 3 këto programe studimi. Dhe ajo që vum re, pikërisht edhe regjistrimet vjuan po me të njëjtin ritëm. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj, sqaron se të rinjt këtë vit e kanë drejtuar kërkesën e tyre pikërisht nga programet e riorganizuara, ku ka dhe më shumë mundësi punësimi. Patëm mbi 60 programe të riorganizuara dhe 35 programe të reja, por të gjitha këto long term do të kërkonin një reflektim nga universitetet, duke parë edhe tendencat e maturantëve të tregut punës, që edhe ata të reflektojnë të në kurrikulat, duke e mirë grupuar themi ofertën akademike. Raundi 2 dhe i 3 i regjistrimeve do të përmbushë kryesisht pjesën e mbetur të kuotave, duke dhënë kështu dhe një panoramë të qartë të gjithë programeve të studimit, ato ekzistuese, por dhe ato të riorganizuara.